Përshëndetje, unë jam Mesut Shabani, jeni në podcastin Mesut Shabani. Unëtoja sot doli me kundërreagim. Pra, unëtoja në Shkup, qetëson publikun, në vend që të dilte ai i cili e plasoi në opinion Izet Mexhiti, doli unëtoja. Por, buxheti tregon të kundërtën. Projekte pa para, optimizmin e kanë pa bazë. Reagimi i Universitetit Nëna Terezë është defensiv klasik. Kur të lajmi që në buxhetin e vitit 2026 në qeverinë e Maqedonisë nuk ka mjete të dedikuara për këtë institucion, atëherë njerëzit e këtij institucioni nxitojnë të thonë projekti nuk është anuluar. Teknikisht mund të jetë e vërtet, por praktikisht mungesa e fondeve në buxhet nënkupton vonesë, pa marrë parasysh se si e paketojnë ata deklaratën. Reagimi i UNT-s në reale ja si lexohet. Fondet do të alokohen në disa faza, nuk ka para tani. Kur një investim serios ka prioritet, fazat buxhetore, qartë dhe me shifra konkrete. Nëse në projekt buxhet nuk figuron asnjë shumë për vitin 2026, atëherë faza e atij viti nuk ka financim. Pik. Kjo rrjedhimisht ndalon punimet edhe nëse zyrtarisht i quajnë të pandezura. Apo, si të kuptohet mos u besoni lajmeve të pavërteta? Unë e kuptoj shfaqsim jo argument. Kjo pjesë përdoret shpesh kur institucionet nuk duan të pranojnë se projekti ka ngecur. Nëse do kishte mjete, do ta publikonin shumën dhe datën e disburzimit, jo vetëm frazat e përgjithshme. Deklarojnë nga UNT-ja se kemi konfirmim zyrtar. Mirëpo nuk ka dokument, nuk ka datë pa vlerë dokumenti. Ky është një sinjal më i qartë që konfirmimi është verbal, jo buxhetor. Me fjalë mund të premtohet gjithçka. Buxheti është dokumenti që vlen. Ndërkohë që në buxhetin e vitit 2026, nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë nuk është parapar asnjë fond për kampusin e Universitetit Nëna Terezë, o diçka tjetër 1 milion për zhvillimin e veprimtarisë së universitetit, institucioni ka zgjedhur të dalë me një reagim të kujdesshëm, duke mohuar çdo lajm për ndërprerje të projektit. Por në realitet deklaratat e tyre nuk përputhen me fakt. UNT-ja pretendon se projekti nuk është anuluar dhe se fondet do të alokohen në disa faza. Kjo tingëllon bukur, mirë në letër, por praktikisht do të thotë që një gjë vetme, s'ka para për vitin 2026 nga Qeveria e Maqedonisë për kampusin Universitetit Nëna Terezë. Dhe kur nuk ka para, kuptohet çdo projekt kapital ngrihet, pavarësisht se si zgjidhet ta quash. Universiteti kërkon mos bini pre edhe të keq informimit. Ndërkohë, dokumentet e buxhetit flasin qartë. 0 fonde për kampus. Si rrjedhoj, puna nuk ka si të ecë përpara. Deklaratat e UNT-s janë më shumë një përpjekje për të ruajtur imazhin sesa për të informuar publikun me transparencë. Nuk përmenden shuma, nuk përmenden afate, nuk përmenden destinimi i fazave. Thjesht një formulim i vakët për të ulur tension. Atëherë kush po e që informon kë? Pyetja vërtet është nëse mediat nuk e kanë egzageruar. Pyetja është pse UNT nuk ofron asnjë dokument për të mbështetur pretendimet e veta. Siç është konfirmimet zyrtare, ata vetë thonë që ata e citrojnë dhe nuk e shoqërojnë me vendim qeveritar, urdhër për alokim dhe plan financiar për vitin 2026. E cila do të jetë kosto e heshjes? Nëse projekti do të ishte prioritet i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, fondet do të ishin të dukshme për vitin 2026, të planifikuara dhe të ndara sipas fazave, siç ndodhi me fondet për Universitetin Kirili Metodi në Shkup. Kur mungojnë zakonisht ndodh njëra nga këto: projekti shtyhet, projekti rishikohet, projekti humb prioritetet. Reagimi i UNT-s duket më shumë si tentativë për të blerë kohë sesa për të sqaruar publikun. Përpjekjet për të minimizuar shqetësimet e studentëve dhe stafit, publikut, pa asnjë fakt buxhetor e bën deklaratën më shumë PR sesa transparencë. Shumë pyetje mbeten pa përgjigje. Pse nuk u publikuan dokumentet e konfirmimit zyrtar nga UNT-ja? Pse nuk u sqarua kur pritet të alokohen realisht mjetet me dokument? Në cilën fazë ndodhet projekti sipas dokumentit? Kush marr përgjegjësi për mos parashikimin e fondeve? Pra, deri tani kemi një universitet që qetëson dhe një buxhet që hesht, sepse buxheti s'ka çka të flet, nuk ka parë. Nga kjo del një përfundim i hidhur. Derisa nuk ka mjetet e planifikuar në buxhet, projekti i kampusit është i bllokuar për vitin 2026. Sado që në deklaratat të thuhet e kundërta. Reagimi i UNT-s janë më shumë me zbutje të goditjes sesa me informim real. Derisa qeveria dhe universiteti flasin në gjuhë të ndryshme, një gjë është e qartë. Në terren gjendja është e thjeshtë. Pa fonde çdo premtim mbetet vetëm premtim. Kur nuk ka para, nuk ka as punime.